Besnik Rama, Doktor Berisha, vazhdoni ngrini zërin për hallet e njerëzve, bëni kallëzim në SPAK ndaj skandaleve të kësaj qeverie. I dashur Besnik, faleminderit për pyetjen, por të garantoj që janë me dhjetra denoncime. Jo një, me dhjetra Besnik. Por hirës vërtet edhe Ballukun e kemi denoncuar, ndonë se ata pretendojnë që kanë filluar vetë kryesisht dhe nuk e përjashtoj këtë mundësi sepse ne nuk kemi ditë që kanë filluar, ne kemi bërë detyrën tonë, kemi denoncuar. Nuk ka një akt, nuk ka një skandal që ne të mos e kemi denoncuar. Janë me dhjetra, por ato nuk preken. Ato janë turshi. Kjo është një drejtësi e kontrolluar Besnik. E kontrolluar tërësisht nga Edi Rama. Kjo drejtësi funksionon sipas urdhrave të tij, të shtyp pluralizmin dhe të mbroj për fatin më të keq zinxhirin e pafund të vjedhjeve dhe skandaleve të Edi Ramës. T'jap një shembull Besnik. Është bërë famoze në botë dosja e Arubës, besoj se e ke ndëgjuar, ku përfaqësues të qeverisë në atë ishull të Karajibeve u takuan me përfaqësuesit e karteleve të drogës dhe kishin marrë me vete biznismen shqiptar, ku do arrijej marrëveshja për ndërtimin e grataçeleve. Tani çfarë ndodh? Pasi dosjen Aruba, Spanja dhe Belgjika e sollën në Shqipëri, Prokuroria e Partisë ka publikuar emrat e biznismenëve dhe emrat e trafikantëve të takuar në Aruba, por nuk ka publikuar emrat e qeveritarëve që ishin aty, që në fund të fundit ata përfaqësojnë më të zezën e asaj dosje. Pse? Sa ata janë dëshmi flagrante e narkoshtetit, e shtetit që bashkëpunon me kartelet e drogës dhe që lanë parat e tyre. Ata prokuroria i mban sekret. Ndër të tjera, kemi dërguar mbi 43 dosje krimi elektoral. Vetëm 2 janë shqyrtuar. Se për prokurorin politike nuk është krim të paguar 7 milion euro organizatës private Giro d'Italia ditën e votimit dhe një ditë para votimit. Besnik, po t'jap vetëm një shembull këtu. Ka ndodhur në vitin, në mos gaboj viti 2011 apo 2012, një shqiptare, një ere, Elhajda Dani, fitoi Voice of Italia. Ishte një arritje shumë prestigjioze për një shqiptare. Ministri i kulturës të asaj kohe, asaj dhe maestros së saj Korçante, i dërgon një ftesë ku do jipte një dekorat presidenti i Republikës, të dyve për nderin që i bën me sukses të tyre Shqipërisë. Ministri i Kulturës i kërkon një biznismenit të sponsorizojnë biletat dhe qëndrimin në Tiranë 4.600 euro. 4.600 euro. Ky është biznismeni Fatmir Bektashi. Fatmir Bektashi e sponsorizon këtë.
Dhe me qenë se Sali Berisha u jep një drek apo një dark, s'maj me në natyre të dyve, për t'i nderuar, Fatmir Bektashi dhe Sali Berisha janë akuzuar për korupcion pasiv. Pa çka se unë, si kam kërkuar kur Fatmir Bektashi të jap 100 dark për njëri. Kurse Edi Rama, në shkelje flagrantet në enit 101-102 të kushtetutës Shqipërisë, jep 7 milion euro Giro d'Italia, organizatës private që të vinë dhe të bëjnë reklam për Edi Ramën ditën e votimit dhe një ditë para votimit. Dhe jep 4.3 milion euro biletat munguara këngëtarit Kanye West. Të gjitha në kundërshtim me kushtetutën, por për prokurin politike këto janë normale, se ai është lider i tyre dhe ata i përkas në asaj partije.